Mbi deputetin e Partisë Socialiste Namik Dokli rëndon tashmë akuza e blasfemisë. Kjo akuzë është atribuar Dokles nga besimtarët ortodoks të Korçës për dramën Shënmëria e Beratit, e cila do të vendosej në skenën e teatrit të qytetit të Serenatave, Andonza Koçajupi, por është anulluar, pikërisht pasi besimtarët kanë reaguar negativisht, duke pretenduar se kjo dramë shkel besimin e tyre. Sipas informacioneve, mësohet se banderola, e cila lajmëronte dhënien e shfaqjes, është hequr nga besimtarët ortodoks që në orët e mesditës, ndërsa në orarin që do të jepej drama e realizuar nga Namik Dokle, të interesuarit janë kthyer mbrapa, pasi kanë mësuar se ajo tashmë ishte anulluar për shkak të reagimit negativ të besimtarëve, të cilët pohojnë se kjo vepër shkel besimin e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër, drejtoresha e teatrit të Korçës Andonza Koçajupi Zamira Kita e kontaktuar me telefon nga Ora News, pohon se drama është dhënë ditë më parë dhe nuk ka pasur asnjë problem. Madje, drama Shënmëria e Beratit është shfaqur për 5 net me radhë në këtë teatr. Por nga ana tjetër, Metropolia e Korçës ka pohuar se përgjigjen për anullimin e kësaj drame nga besimtarët e saj do ta japi ditën e nesërme.